Përshëndetje të nderuar miq, dëshironja të thoja disa fjalë në lidhje me situatën që po kalon vendi ynë dhe pak edhe nga bota. Po jetojmë në një kapërcyll të madh historik botëror. Shumë vetaj din këto gjëra, sigurisht unë do jap mendimin tim modest, pa u mburur, si një botues i vjetër i këtyre teorive që të fsheta që ekzistojnë të elitës për të kontrolluar shumicat. Plani madh botëror, siç u kam thënë, është depopullimi, pra ulja e numrit të popullsisë, sepse elitave nuk kanë çfarë duan në epokën e re të teknologjisë, dhe mikroçipimi për t'i mbajtur në kontroll dhe për t'i eliminuar, në fillim për t'i diskriminuar duke u bllokuar paranë elektronike nëpërmjet dënimeve të ndryshme, pasi të zhdukin kesh paranë nëse do t'i arrin, se planet e elitës janë këto, nuk dihet nëse do t'i arrin apo jo, do t'i nënshtrojnë apo jo të gjithë popujt, dhe t'i mbajnë në kontroll. Që të ndodhin këto gjëra, këta duhet të vendosin njerëzit e tyre në pushtet në të gjitha vendet e botës dhe të veprojnë ashtu si për pandeminë, që askush mos u dilte nga rreshti për t'i çuar njerëzit drejt vaksinës nëpërmjet terrorit dhe shtrëngimit. Dhe në Shqipëri, për këtë punë shërbevi qeveria e Ramës, i cili zbatoi porositë e organizatës botërore kriminale të shëndetësisë. Tashi nuk bëhet fjalë për rend të ri botëror, i cili vendoset zakonisht kur prishen ekuilibrat e fuqive të mëdha në botë dhe rivendosen përsëri duke bërë ndryshime të ndryshme, por bëhet fjalë për një rivendosje të madhe, e cila ndoshta kryhet her pas here në tokë për të ulur numrin e banorëve të popullsisë. Tashmë njerëzit dhe punëtorët, shtresat e ulta nuk duhen shumë, sepse shumë punë do t'i bëjë teknologjia, mund të jenë inteligjencë artificiale, mund të jenë vetëm 5-6 dhe teknologjia mund të jenë 5-6 profesione të cilat do të vazhdojnë të ekzistojnë në mënyrë artizanale siç kanë ekzistuar më përpara. Dhe Shqipëria është në këtë projekt të madh. Globalistët kryesisht janë ke AIPAC, që është Kongresi Botëror i Çifutëve, cilët janë një numër i vogël i popullsisë, po që zotërojnë asete të mëdha nëpërmjet bizneseve të tyre, sidomos bankingut dhe nëpërmjet familjes tyre mbretërore Rothschild. Sigurisht këto për herë të parë në publik i ka sjellë shtëpia ime botuese Elga Sikris, për cilën unë jam krenar që ju kam hapur sytë një pjesë të madhe të njerëzve, ka të tjerë që i kanë ditur këto dhe nga gjuhët e huaja nuk dua që të ofendoj askënd. Por edhe Helga Sikris ka bërë sigurisht një punë të madhe për zgjimin e shqiptarëve dhe për të kuptuar se çfarë po ndodh. Në Shqipëri, 2 parti historike ka patur PDPS, cilat rodhen nga Partia e Punës dhe që Ramizi i dërgoi 2 persona, Sali Berishën dhe Fatos Nanon, këtë 2 parti të përkallëse. Partinë Socialiste, mbas ardhjes së Ramës më 98, në vitin 2005 kur humbi zgjedhjet, Sorosi e detyroi edhe me para të cilat Rama ja pagoi si kryebashkiak, që ishte fuqizuar shumë ekonomikisht me këto pagesat e ndryshme që i bënin në kryebashkinë e Tiranës, i ka paguar thuhet me 3 keste një shumë të madhe nanos, ndoshta 50 milion euro thuhet. Dhe Nano ja lëshoi i djegur njëherë nga burgu i Bençës, që e dënuan ndërkombëtarët në vitin 92 dhe 97 kur u hapën depot, ai 93 kur e kanë dënuar, ai qëndroi për 3-4 vjet në burg dhe i kërcënuar përsëri me burg. Nano ishte një njeri liberal frikacak, ja lëshoi partinë ndërkombëtarëve globalistëve, të cilët ndahen kryesisht në 2 pjesë. Globalistët që e kanë piramidën ke AIPAC, Kongresi Botëror i Çifutëve, të cilën e organizon familja mbretërore Çifute, që është familja Rothschild, e cila kontrollon financat e botës. Dhe këta e kanë ndarë globalistët në 2 pjesë. Një pjesë janë
të djathtë që përdorin kryesisht forcën, që janë sionistët, dhe pjesa tjetër janë ata që përdorin ideologjinë, që zvendësimi i ideologjisë marksiste, i cili dhe ky ishte një qifut, me ideologjitë liberale të shoqërive të apura. Në Shqipëri ka investuar që nga vitet 92 kryesisht dora dorës krau globalist i Sorosit, pra i liberalve, i ati që i Karl Marxit kohëve tona, që është George Soros, dhe që trashëgimin e tij po e vazhdon të dinastisë Soros, po e vazhdon i biri i tij Aleksios Aleksandri. Dhe këta kërkuan të merrnin dhe PD-n mbasi humbi zgjedhjet me të njëjtën formulë, Partia Demokratike me 2013-ën. Sali Berisha bëri sikur pranoi, por në fakt nuk ja la partinë dhe mbrapa lulit vendosi gjithmonë një njeriu e tij, sepse nuk ja kishte besën lul holandezit që do të vepronte si një shqiptar. Tash Shqipëria këto 35 vjet ka qenë një çiftlik midis klasës kleptokrate të brendshme që krijoi Saliu dhe klasës kleptokrate që krijoi Nanoja dhe në vitin 2005 dhe më pas rilindja e cila filloi të fuste globalistët në mbajtjen e Shqipërisë si çiftlik dhe ngelën rilindasit dhe sorosianët, pra pjesa e globalistëve, me pjesën e profitierëve ose përfituesve shqiptarë që kishte ngritur Sali Berisha, i cili e dëboi Lul Bashën nga partia dhe ja rimori kur pa që kundër tij po rritej presioni sorosian për t'ia lënë të lirë Partinë Demokratike Lul Bashës, dhe sorosianët në bashkëpunim me Departamentin Amerikan të Shtetit, i cili ishte në dorë të liberalëve, në përgjithësi ka pasur ndikim dhe por dhe në kohën e Trumpit ata kishin fuqi të madhe dhe duke punuar vazhdimisht për këtë kauzë, ata e shpallën non grata, duke bërë një person në sytë e publikut që ishte i padëshiruar për ndërkombëtarët. Dhe në këtë kuptim Sali Berisha është duke mbjetuar, duke ju lutur ndërkombëtarëve që unë s'ju prish punë, ju keni pjesën tuaj ande me ata, po më lini dhe mua këtu. Mirë, po globalistët duke përdorur ca skema që për publikun janë shumë të pranueshme, të rotacionit, të largimit, maksimumit të një figure politike mbas 16 vjetësh në pushtet, këta po përpiqen dhe me shtrëngim nëpërmjet SPAK-ut ta largojnë dhe Sali Berishën dhe t'i japin partinë në një sorosiani globalist. Me qënë se është Sali Berisha kocke forte dhe Rama e ka tepruar me zullumet e tij, dhe për shkak se Rama ju doli sorosianëve në 2 shtylla kryesore kundër, duke futur njeriun e mjaftit që është akoma dhe më sorosian se rilindasit që ishin brezi dytë i Partisë së Punës, dhe e dyta për shkak se Rama futi një luan të ri në pyll në interesat shqiptare, që ishte Gerald Kushneri me familjen Trump dhe me sionistët, plasi një grindje mes globalistëve të AIPAC-ut, sorosianëve dhe sionistëve. Rama u hodh në prerin e sionistëve, sepse njëri prej sionistëve kryesor, Gerald Kushner, ishte dhëndri i Trumpit dhe ai mendonte që nëpërmjet Trumpit të frenonte SPAK-un, por dhe të rriste ndikimin e vet politik në Shqipëri nëpërmjet ambasadës amerikane dhe Departamentit Amerikan të Shtetit, duke ju i lënë sionistët të avancojnë planet e tyre. Tashi, për depopullim, përveç
goditjeve të shëndetit nëpërmjet vraskinave dhe ku Bill Gates ka thënë që në vitin 2027 do vdesin 1 miliard njerëz, më tepër se vitet e tjera, pra do të popullohet bota me 1 miliard dhe kjo do ndodhë sigurisht nëpërmjet goditjes me frekuenca të larta të vraskinuarve. Më vjen keq për ata që nuk na dëgjuan dhe nuk na besuan që mund të ndodhë një gjë e tillë, sipas fjalëve të Bill Gatesit. Këta po përpiqen të bëjnë depopullim edhe nëpërmjet luftrave dhe synohet që ndoshta të ketë edhe luftra bërthamore me bomba nukleare me fuqi të vogël, nga këto që nuk quhen strategjike, po quhen armë nukleare taktike që shkaktojnë vrasje për shembull të një qyteti të tërë me një bombë. Dhe Izraeli ka mbinjëmi të tilla, po krijohet një konflikt artificial i sajuar nga elita midis vendeve muslimane dhe Izraelit, ku nga njëra anë ka bërë aleancë Turqia, Afganistani, Egjipti dhe Arabia Saudite, cilat janë fuqi rajonale relativisht të mëdha dhe me të cilat Izraeli nuk mund të përballet me një luftë të zakonshme. Dhe duke paraqitur veten si i rrezikuar shteti i Izraelit, ata do të justifikohen për të përdorur armët e tyre taktike bërthamore, mendoj unë. Uroj që kjo të mos jetë e vërtet sigurisht, se thot ndonjëherë ky na ndjellësi, unë thjesht analiza bëj. Dhe këta po planifikojnë që kryesisht në Izrael të mbajnë të rinjtë dhe atë forcën militare të ushtrisë së tyre me rezervistë dhe me aktiv, dhe gjithë popullatën tjetër prej rreth 5-6 milionësh janë qifut gjuish në Izrael, pjesa tjetër janë palestinezë dhe popullata tjera që punojnë aty, dhe këta duan që t'i largojnë dhe kanë bërë plane që t'i largojnë në vende ndryshme dhe kanë kohë që punojnë për këta. Një pjesë po ikin në Argentinë, ku Milei ishte një sponsorizim i tyre, një kryeministër globalist i ardhur në Argentinë, i cili ju ka dhënë fushat e mëdha Patagonisë, ku bëhet fjalë për 1 milion hektar, një fushë shumë e madhe ku ata do të ngrejnë një shtet të tyre të ri të Izraelit, si mund ta quajmë, ose një geto të madhe, sepse ata ngrejnë shtet brenda shtetit ku shkojnë. Njëkohësisht në këto planet e largimit të tyre nga zona e rrezikut janë sigurisht edhe këto ishujt, por ishujt e Kretës, të Qipros dhe ishujt e Greqisë janë më afër zonave të rrezikut post goditjes, siç është ndotja e ajrit, ujit e tjera, dhe këta kanë menduar që si një nga vendet ideale mund të jetë Shqipëria, pasi mund të ketë dhe goditje nukleare midis Rusisë dhe Evropës për depopullim, gjithashtu me armë taktike, dhe këto janë të gjitha të organizuara dhe të inskenuara nga një dorë, dhe të gjitha liderët janë pjesë e këtij klubi ku marrin urdhra me email çdo ditë nga qeveria e fshetë botërore që quhet Komisioni Trilateral, i cili është pjesa ekzekutive e asaj që quhet klubi Bilderbergerit, që merr vendimet. Dhe në këtë kuptim këta po përpiqen dhe po punojnë që të shtjellë në dorë gjithë spektrin e politikës shqiptare. Dhe jo më kot këta kanë ngritur 100.000 banesa që janë bosh dhe kanë përdorur këtë mekanizëm. Nuk kanë lejuar zhvillimin e bujqësisë, nuk kanë lejuar rritjen e pagës bazë, nuk kanë mbështetur blerjen e shtëpive nga çiftet e reja, nuk kanë mbështetur uljen e çmimit të naftës për mekanizmat bujqësore dhe ato të peshkimit, me qëllim që Shqipëria të largoj populatat e saj të reja dhe nëpërmjet policisë dhe shërbime sekrete
janë ndihmuar në rivalitetet që kam pasur me grupet e tjera për trafiqet e ndryshme të drogës, kryesisht duke u bërë mbretërit e kokainës, si thuhet në shumë dokumentar tuaj, disa banda shqiptare të cilave më pas këta ja u pastrojnë lekët duke u marrë 10% në bankat evropiane, 10% kur kalojnë këtu në e dini unë cila bankë kalojnë, që e ka ngritur ky me shallbare, dhe 80% që merresh edhe nëpërmjet tiagasit kalonte i organizuar sipas një skeme zinxhir në këta bosat e mëdhenj të ndërtimit, të cilët ju bënin kontrata dhe ju pastronin të 80% e paras këtyre që ndërtonin, të cilët më pas i mbajnë për t'ja ushitur kur të vinë qifutët, sepse nuk kanë çfarë duan 100.000 banesa, kur këta, secili nga këta mund të ketë marrë nga 50-60 banesa, 50, 30, 40, dhe nuk kanë çfarë duan, dhe sigurisht që do t'i shesin dhe paret i kanë pastruar duke i bërë të patundshme. Mirë po, Rama i shgënjevi këta duke futur në burg Veliajn, që ishte sponsorizimi Sorosit dhe një i besuar për të marrë stafetën ke majta, duke rilindasi duke u lënë mjaftistëve, dhe Rama, i cili kishte frikë se mos kjo mund të ndoste shpejt dhe kërkonte të rinte sa më gjatë, futi në burg Veliajn dhe njëkohësisht u lidh me grupin tjetër të globalistëve që ishin sionistët, siç e thash, për të fituar mbështetjen nga Trumpi. Në këtë moment, Sorosi vendosi që Rama i kishte kaluar vijat e kuqe të tradhtisë, duke kaluar çifligun e vet, duke futur dhe aksioner të tjerë rival të Sorosit. Sorosi organizojnë në fillim protestat duke stërvitur një grup njerëzish të OJF-ve, të cilat i kishte mbajtur ndër vite me paret, një pjesë për të cilave aty ke mikrofoni unë i kam bërë publike dhe i kam nxjerr, dhe këta ishin shumë pa para qytetarëve të tjerë, të thjesht patriot nacionalist, antiglobalist, shumica prej tyre, kundër politikave liberale, të agendave të këtyre që janë agendat jeshile, agendat LGTB-ve, agendat e dyrëve të shqyera, ku njerëzit mund të lëvizin, të jetojnë, të bëhen qytetar ku të dëshirojnë. Kjo është ajo shoqëria e hapur, dhe këto janë planet të cilat ideologjia globaliste i ka krijuar për tregtit lirë, ku të shesin mallrat e tyre ata që kanë teknologji dhe avantazhe krahasuese më të mira se popujt e vegjël, dhe popujt e vegjël thjesht të largohen, të emigrojnë në vendet e fuqishme, të punojnë si sklever atje dhe t'ju dërgojnë lek këtu prindërve të tyre, derisa ata të shuhen dhe këtë vend ta marrin të tjerët, ata që nuk kanë rënjë dhe që mund të sundohen më kollaj nga globalistët, dhe ata popujt, ato grupet të cilat kanë respekt për teoritë e Sorosit, pasi vinë nga zona më pak të zhvilluara, dhe janë këto teoritë liberale të këtij që krijojnë këto shoqatat e këtyre që i sjellin dhe që i adhurojnë globalistët e Sorosit. Po ne shqiptarët çfarë duhet të bëjmë? Ne duhet të përpiqemi dhe ta shfrytëzojmë këtë moment që e krijuan OJF-t e Sorosit, cilat kanë sot mikrofonin në bulevard, dhe e vendosën, dhe këta kishin bërë gati edhe atë domenin që ka ngritur me atë emrin Shqipëria nuk shitet, dhe gjithë qëllimi i tyre është që të dalë Erion Veliaj nga burgu dhe të largohet Kushneri dhe t'i lihet Shqipëria si që flik Sorosit. Mirë po, pas ardhjes së kjo ishte derisa ardhi Sorosi, i cili i tregoi Ramës bulevardin dhe i tha, shikon të mit ku janë, tha, do vi shtatori dhe do ta kesh keq. Ty kërkesa ke nxirr dhe të vendosim paqe. Nxirr Erion Veliajn dhe largo Kushnerin nga Luanin e ri që ke futur në pyll, largohe
dhe këtu luan do t'jem vetëm unë. Rama, i cili ka hyrë shumë thellë tash me sionistët,